Kërkimet e pandërprera të policisë dhe banorëve të zonës kanë mundur të gjejnë trupin e pajet të 19-vjeçarit Maringlen Halili, automjeti të cilit një ditë më parë doli nga rruga e përfundoi në ujërat e lumit të Drinit të Zi. Burime zyrtare të policisë bën të ditur se rreth mesditës së së martës, trupi i riut u gjet rreth 3 kilometër nga vendi ku u aksidentua. Maringlen Halili ka qenë duke udhëtuar me automjetin e tij Benz pas ditën e së hënës në vendin e njohur si ura e Topojanit. Nga të dhënat paraprake në vendngjarje, policia tha se në orën 19:30 ai ka qenë duke udhëtuar me një shpejtësi të normave të lejuara, ku dyshohet se makina ka dalë nga rruga dhe më pas ka rënë në lum. Kanë qenë dëshmitarët okular banor të zonës, të cilët kanë lajmëruar menjëherë policinë e Dibrës, e cila nisi kërkimet për gjetjen e trupit. Në mesditën e së martës, pasi trupi ka qëndruar në ujërat e Drinit të Zi përgjatë gjithë natës, ai është mundur të gjendet dhe të dorëzohet më pas familjarëve. Zona ku ndodhi aksidenti është e njohur për ngjarje të tilla, për shkak të gjendjes së keqe të rrugës dhe mungesës së barierave mbrojtëse.